Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vëllezër, Islami përfshin dy gjëra kryesore. Përfshin urdhra edhe përfshin ndalesa. Dietarët kanë analizuar a më shumë urdhën Allahu xhaleshanuhu dhe më e vlefshme është që njeriu t'i zbatoj urdhrat apo të largohet prej ndalesave. Ka dhe ashtu dietar, po ka për atyre që thonë se më shumë urdhën edhe më e rëndësishme është që njeriu mos bëj gjuna, do më thonë të largohet ndalesave të Allahu xhaleshanuhu. Nuk do të thotë se urdhrat nuk duhet t'i zbatoj, normal se duhet t'i zbatoj, por ndalesat janë, disa dietarë thonë se janë më të rëndësishme që njeriu mos bëj ndalesa. Aty ku Allahu xhaleshanuhu ndalon nuk duhet ta thejsh atë ndalim. Pra, do të flasëm pak sot për paragjykimin apo për dyshimin. Lidhur me këtë, Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thotë: Ja eyyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju të cilët keni besu, menjanoni shumicën e mendimeve, e dyshimeve që keni, apo paragjykimeve. Inna ba'da adh-dhanni ithmun, sepse disa dyshime janë gjuna, ndalesë. Pastaj Allahu xhaleshanuhu çka thot? Wala tajassasu, mos spiononi njëri tjetrin. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe të mos përgojoj njëri tjetrin. Pra, sipas ajetit kuranor, del se gjunahet fillojnë herë me dyshime, me paragjykime. Njëherë e paragjykon dikë, thu sa gëllam ki o të shku në haram, sa gëllam ki bon punë të këqija. Edhe fillojnë ato, do më thanë, mendimet ke prapa, edhe pastaj çka bon? Po hajtë ta shof. Wala tajassasu, ajeti vjen më, dhe mos spiononi. Hajtë ta shof çka bon, ta ndjekish. E pastaj çka? Pastaj ja fillon me muhabete. Wala pak të dikun ta shofësh dhe një dyshim, edhe ma në përgoj. E merë e përgojon, do më thonë, deri mas të pa përshkru. Me të vërtet, këto gjëra të ne janë, do më thonë, të përhapura, sidomos këto ma tepër janë të përhapura tek ata njerëz të cilët nuk ju përmbahen normave islame. Njeriu fillon me paragjykim apo me dyshim, edhe ze flet për dika dhe hiç nuk e ka dert se a është tamam kjo aso nuk e tamam. Vetëm e ka ndajë si fjalë, apo mendon ashtu i thot mendja, ama as që ka dhe një argument për një gjë të tillë, edhe pastaj çka bën e thot atë, pse e thot një gjë të tillë. Edhe kjo rregull. Thot dinja, dietarët thonë se ai që merret me paragjykim, ai vet i ka ato brenda, edhe prandaj mendon se edhe të tjerët i ka. Prandaj dije
se çdo kush që vin dhe thot diçka për dikë, dije se ai brendin e ka të sëmur. Ju e dini ena çka qet, kur e merr për shembull ta derdhësh diçka, e qet atë që e ka brenda. Do më thonë, diçka e shtyn, pa argument, pa kur gjo, që të folje, që të kese para gjukim për dikë, ajo do të thote se brendia e qonë. Ruana Zot, unë e folja edhe për vitin tem, do më thonë, ne e lëshëm goja shumë. E lëshëm. Pse e lëshëm goja? Se kina probleme për mbrenda, vlon brenda ki e para gjukime do të cilat ngucin ato, edhe ajo shpërthen pastaj. Prandaj duhet çka të bëjmë, mos para gjukim. Edhe nëse të shkon mendja për para gjukim, astaghfirullah. Kërko falje për Allahu xhaleshanu. Për shembull, ju të gjithë e dini, ka plot njerëz, e kush i thot ato që e kanë mbushët me para gjukim, e kanë mbushët me gjuna, vetë i bojnë ato punë. Thot për shembull, kitë janë njerëzit preshët. Kitë tregtarët mbashtrojnë. Kitë zenginat me kamartë punojnë, e shese e ka borë, pallaç po. Dhe më thonë, sëllë merret me këso gjoja. Apo vjera për shembull, gjithë dhe të nuk ka çka të boje, jo të heki shahadin, të marrë të sfajt për shembull dhe të boje të sbi, po merret me nuset. Kur më lidhën ato, ajo së glon për mu folin këto. Këto për mu folin. Hipën ajo nalë për shembull dhomë, që ka shkua gje folin më dhe konë për mu folin. Edhe muhabetet dhe më thonë të ngjashme. Allahu xhaleshanu thot, leni gjërat e tilla, sepse shumica e paragjykimeve ato janë gjuna. Do më thonë, janë gjërat të cilat njeriu e futin në zjarrin e xhehenemit. Çka thot Allahu xhaleshanu pastaj? Inna ba'da dhanni ithm. Do më thonë, disa gjunahe, disa dyshime janë gjuna. Allahu xhaleshanu tash na tregon, pastaj thot, na jep shembull. A dëshiron dikush për juve të ha mishin e vëllau të vdekur? Para mendoni, është një gjenaze që atëj, edhe të qoje dikush të hashat. E njëjtë është kur folish për dikë, do më thonë që pa argumente, pa nevojë, pa kurrë. Do më thonë vetëm folish. Nisoj si kur me hangër, mishin e vëllau ton të vdekur, jo gjallë, ma keq, të vdekur. Thot, me siguri se fekerihtu mu, me siguri se ju një gjë të tillë e ureni. Pra, pse nuk e ureni që ta përgojoni vllaun tuaj? Dikush, apo ju dini, le u thënë, aq të vejnë ambël, të folish keq për dikon, sa që së ndalesh, se në ndalish gojen, sa të shkon gojen. Pse? E përmendëm, kje problem në zemër. Zemra jote është e prishur, pra duhet të rregullojmë zemrat tona. Allahu xhaleshanu pastaj thot, wattaqullah, keni kujdes, frikohuni Allah fuqiplot dhe mos paragjikoni, dhe mos spiononi, dhe mos keni mendime të këqija për vllaun tuaj, sepse dënimi Allahu xhaleshanuhu është i rëndë. Por nëse i frikoni Allahut, Allah dhe bëni tauba, Allahu xhaleshanuhu është shumë falës. Pra Allahu fuqiplot neve na thret që ne t'u largohena këtyve ndalesave
të cilat neve na duken shumë të ëmbla. Pastaj po e përmendje dhe diçka e tregon një dietar, thot njeriu kur mësohet para gjykoje, edhe kur merret me kësa, pastaj besoni se ka problem të vendosje për gjërat që janë kryesore për veten e vet. Thot tregon thot njëri edhe duke i për atyre që nuk i përmbajtur sa duhet rregulla islame, edhe mankohet, thot, o Gjefendi, ku m'gje, duhet martohem se në vendosi. Pse? Se krejt që ato mendimet që i kum pas para gjukimet për të tjerët, krejt ndalen parasyve edhe ndërmet më shkojnë kur unë du të caktoj të martohem me diko, për shemë dhe një vajzë. Thom, kjo, të shtu. Pra një gjë e tillë shumë e keqe, prandaj do të thonë njeriu duhet të largohet. E pamundshme është që krejt njerëzit të jenë këqij. E pamundshme është që krejt vajzat më jenë të ndershme. Jo, shumica janë të ndershme, po ti nuk je i ndershëm. Ti që mendon vetëm ke prapa, ti nuk je i ndershëm. Ktheju vetës edhe bën tauba të Allahu Gjeleshanu, se ajo mund të jesë shumë me e pastër për teje. Shumë, edhe me siguri, pasi që të i flet për atë, pa argumente, pa zho, atër me siguri se ajo është më e ndershme se të 100 herë. Apo aj më e ndershëm se të i do më thonë është me 100 herë. Pra, ka njerëz mirë. Me siguri ka njerëz mirë, edhe prandaj, njeriu duhet të bëhet optimist, edhe për herë ta mendojë vllaun e vet se është i lirë, i pastër. Mos bëhena për atyre në kohën e komunizmit, thëshim ne, për shembull, pa dhe tash, mund thush, polici kur të ndalen, a i ndalen të pa marë parasysh të ki e faj, ma herët, dhe më thonë, do në të dënoja, me dyshim, me paradjukim, kjo kësha, kjo ashta, kjo, jo. Dhe më thonë, njeriu para te që qëndron, për derisa nuk ke argumente, ajo është i lirë, i pastër është, edhe prandaj nuk guxon ti përshkruash për shembull para gjykime të ndryshme, përderisa ti nuk ke argumente për një gjë të tillë. Pra kjo ishte sa i përket ditës së xumah, ela inna ahsana kalamu ablagha an-nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-malik.